Flasim për summitin e zhvilluar në Tiranë, 47 krerë të Europës ishin në Tiranë. Cili është impakti i këtij summiti? Zhvillimi i summitit të Komitetit Politik Evropian që u zhvillua në Shqipëri ishte i pari që është zhvilluar jashtë vendeve të Bashkimit Evropian dhe u zgjodh të zhvillohej në Shqipëri, në një nga vendet e Ballkanit Perëndimor, dhe kjo jo për arsye fati apo rastësie, por sepse Shqipëria është përzgjedhur mes vendeve të cilat janë kandidate për të antarësuar në Bashkimin Evropian, si Serbia apo Malizi, por u zgjodh Shqipëria për rolin shumë të rëndësishëm që Shqipëria ka kryer në këto vite dhe Shqipëria luan në këto vite, jo vetëm në skenën e Ballkanit Perëndimor, por edhe më tej, si një bashkëbiseduese dhe bashkëkuvenduese edhe në tryezat larta. Dhe Shqipëria pati privilegjin dhe përgjegjësinë që të zhvillonte mbledhjen e 6 të Komitetit Politik Evropian, të jo vetëm 47 krerëve dhe drejtues shtetesh të Bashkimit Evropian, por edhe të atyre që nuk janë pjesë e Bashkimit Evropian, sepse ishin vende shumë të rëndësishme që morën pjesë. Sigurisht që rëndësia e summitit dhe impakti i summitit ishte padyshim me rëndësinë shumë të madhe që merrte në gjithë Ballkanin, por referuar Shqipërisë në një rëndësi të jashtëzakonshme sepse i kaloi nivelin e bashkëpunimit politik, por bëhet fjalë për bashkëpunim politik, institucional, ekonomik, përfitimet të cilave do të jenë në vazhdimsi edhe për Shqipërinë si një vend që synon dhe në 2027 pret që të përmbyll negociatat me Bashkimin Evropian. Çfarë prove kaloi Shqipëria? Me kryerjen e summitit, Shqipëria tashmë ishte konfirmuar në vendimarrjen e Bashkimit Evropian për të zhvilluar një summit i tillë, do të thotë që ka fituar statusin e një vendi jo vetëm të sigurt për të zhvilluar summite të tilla dhe mbledhje të tilla të rëndësishme të Bashkimit Evropian, por nga ana tjetër padyshim që ka fituar vlerën dhe peshën e një vendi i cili në tryezën europiane nuk është më thjesht pjesëmarrës, por është një bashkëvendimarrës dhe bashkëkuvendues i vendimeve shumë të rëndësishme që lidhen me sigurinë në rajon, me zhvillimin ekonomik në rajon, me zhvillimet kulturore dhe arsimore të cilat prekin të rinjt dhe me një stabilitet ekonomik të gjithë rajonit. Disa liderë europian të BE-s artikuluan afrimin e datës negociatave. Madje thanë 2027 nga 2030 që është data fiksë. Në fakt, ky është një vit, 2027, është një vit që është artikuluar edhe më parë, sepse referuar proceseve teknike që ndodhin për të përmbyllur si procese negociatash, të bërjes të gjitha detyrave të themi nga ana teknike e Shqipërisë dhe gjithë kapitujve që Bashkimi Evropian hap për Shqipërinë në çdo fushë dhe në çdo aspekt të zhvillimit të një vendi, qoftë kjo ekonomik, qoftë kjo institucional, qoftë kjo bashkërendim edhe institucional apo vendimarrës. Dhe në 2027 është një proces që Shqipëria pritet të ketë përmbyllur të gjitha dhe më pas nga 2027 deri në 2030 lidhet me një proces politik, sepse do duhet që gjitha këto përmbyllje të kapitujve dhe të bërjes së detyrave do të kalojnë më pas në gjitha parlamentet për të ratifikuar dhe për të kaluar në miratim. Prandaj themi që ai 3 vjetëshi nga 2027 deri në 2030 lidhet me një proces politik të vendimarrjes së parlamenteve europiane. Pas një tranzicioni të gjatë, se prej 90-s është kërkuar që Shqipëria të bëhet si Europa. Çfarë pritshmërish duhet të kenë skeptikët, shqiptarët skeptik? Unë besoj që motoja më e mirë që ne tashmë kaluam dhe zgjedhjet e 11 majit të 2025-s treguan se shqiptarët, qofshin brenda kufive të Shqipërisë, qofshin jashtë në diasporë, i besuan plotësisht vizionit europian të qeverisë dhe të Edi Ramës. Besoj që dhe jam shumë shpresplot që ka qenë jo thjesht një besim i qytetarëve që e dhanë për qeverinë Rama dhe për Partinë Socialiste, por besoj që është një nevojë e tyre për
për të arritur ëndrrën e tyre prej ndrimit të sistemit në vitin 91. Jemi më afër se asnjëherë, tashmë e kemi treguar që me hapjen e 6 kapitujve deri tani që Shqipëria ka hapur tregon që Bashkimi Evropian beson tek Shqipëria, sepse nga ana tjetër edhe nga pikpamja ta themi formale, nuk është kaq rastësore vendimarrja e Komitetit Politik Evropian dhe e gjithë Parlamentit Evropian që të vit të zhvillojnë mbledhje të nivelit lartë, mbas disa mbledhjeve të tjera të nivelit lartë të organizuara në Shqipëri, do të thotë që Shqipëria i ka përmbushur tashmë pritshmëritë e Europës, edhe pse është në rrugën e 2 viteve të fundit të një sprinti final për të kryer të gjitha pritshmëritë, jo vetëm të Europës, por mbi të gjitha të besimit të shqiptarëve.